Rini, po e afrohemi fundit të bisedës, gjithsesi do doja edhe një pyetje, le themi për shkurt për fund, sa dim ne, po edhe me sa po dëgjojmë, kategorizohemi, le të themi, popull bestyt. Çfarë tregojnë këto, le të themi, bestytni për neve si shoqëri? Po këta tregojnë që jemi të themi një popull që jemi në mes të kaluarës dhe të ardhmës, jemi në një periudhë sikurse shoqëria, sikurse është edhe politika, sikurse janë edhe ndryshimet e ndryshme. Edhe ne jemi në një tranzicion, dhe mjet asaj se si e kemi përjetuar, si kemi trashëguar një të kaluar dhe të ardhmës, dhe me thënë nuk i shohim gjërat, një që janë diçka tabu, është mirë dhe me thënë të sërbjosh besimet dhe bestytnit, por ende neve kemi relikte nga e kaluara, ende jetojmë dhe me thënë me atë se dhe me thënë thjesht të themi nuk i përveshëm i punës, por ka njerë besojnë tek fati, edhe pse nuk është keq të besosh në fat, në fatin që ta sjell si e përditshme, ashtu edhe ajo që është e shkruar, mirë po besoj që çdo gjë duhet bëhet, dhe me thënë vetë, duhet me punë, me gjëra të tilla, edhe pse është mirë të studiosh edhe mendimet e tanishme, dhe me thënë besimet nga praktika e sotme, se si ata përjetojnë dhe bestytnin njëkohësisht.